Për 2 net me radhë në Leskovik dhe Ersek është mbajtur festivali kombëtar i sazeve ku grupe folklorike nga gjithë Shqipëria performuan këngët dhe vallet tradicionale. Një festival që është kthyer në traditë të tashme që organizohet për të disatin vit radhazi në Kolonjë dhe synon të mbajë gjallë vlerat kulturore dhe artistike të krahinave të ndryshme. Jo rastësisht kemi ardhur dhe duhet të prezantojmë me diçka edhe tonën për të përcjell këtu në këtë kulturë që ju e kultivoni. Kemi ardhur të kultivojmë edhe ne 2 valle, një kemi quajtur vallen e Gajdes të Ladorishtit, po edhe një tjetër me vallen e Beraçës. Artistët e mirënjohur të cilët i përkasin skenës së muzikës popullore prej më tepër se 30 vitesh tregojnë se ky festival i bën një nder të madh sazeve pasi fokusi kryesor ngelet tek trashëgimia nga brezi tek teatri. Ky është edicioni 14 i festivalit folklorik tipologjik kombëtar të sazeve popullore. Këtë vit festivali zhvillohet në 2 ditë, marrin pjesë 12 grupe dhe kemi gjithashtu dhe 2 grupe të tjera përshëndetëse. Për herë të parë kemi Valet e Liçenit që vjen pikërisht nga Struga, na vjen nga Maqedonia dhe një grup përshëndetës gjithashtu nga Kosova. Ky festival padyshim që është një kujtesë e thelluar e muzikës dhe artit tonë të trashëguar, e cila shpaloset në këtë skenë që padyshim është privilegj i artistëve për të qenë pjesë e këtij festivali. Instrumenti është një gjë e dashur për mua, një gjë e bukur, që është muzika që mund të pyesim, është edhe instrumenti. Çfarë është muzika? Është edhe instrumenti. Gjithmonë me instrumentin, sepse pa instrument nuk mund të luash muzikë. Luaj lautën, luaj kitarën primaren, bozukën, baklavanin. Po, unë kam që në moshën e re, isha në rini, jemi aktivizuar me grupin e Gramshit. Kemi marrë pjesë në festivalet Gjirokastër, në festivalet balkanike. Kemi punuar, kemi tradita tona të trevës së Gramshit, që ka 3 zona, është Sulova, është Vërça, është dhe Tomorica. Dhe gjithë grupi jonë, që sot përfaqësohemi këtu në Leskovik, ka të 3 folket e kësaj zone. Përmes tingujve të sazeve, valleve dhe këngëve që mbartin historinë e krajinave shqiptare, Festivali Kombëtar i Sazeve në Kolonjë riktheu edhe një herë vëmendjen tek pasuria e trashëgimisë sonë shpirtërore. Një traditë që synon të mos mbetet vetëm kujtimi së shkuarës, por të përcjellet në brezat e rinj si identiteti, kultura dhe krenaria kombëtare.